është një thënie shumë e bukur nga Ebu Derdaja radiallahu anhu, i cili ka qenë njëri prej shokëve të shquar të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai ka thënë, nuk ka hajër në këtë botë, përveç se në dy njerëz, i hishturi i vëmendshëm dhe folësi i ditur. Pra nuk ka hajër në këtë botë, vetëm se në këta dy njerëz. I pari është i hishturi i vëmendshëm. Pra ai cili hesht, mirë po në njëjtën kohë është i përqendruar. Është i vëmendshëm ndaj asaj që e fol. Në dallim prej atij që është i heshtur, mirë po i fokusuar në telefon, apo ku e di, i shpërqendruar mendjen e ka, ku e di, në biznes, apo ku do të qoftë. Prandaj i pari prej njerëzve që ka hajër të, është ai cili hesht edhe dëgjon me mendje. A thu vallë pse është i mirë kë njeri? Për arsye që kë zhvillohet mendërisht, i zhvillohen neuronet, i rritën dhe i fortifikohen, sepse i analizon gjërat dhe kështu zhvillohet mendja. Pastaj, i dyti njeri që ka hajër për ti, është folësi i ditur. Pra, ai cili fol me dituri, në dallim prej atij personi i cili fol, por nuk ka detyri. Dhe me keqardhje, shumë janë ata njerëz në kohën tonë që flasin pa dituri, dhe sikur të mos kishin fol, nuk kishte pas trazira në këtë botë. Gjitha trazirat janë atëherë kur flasin njerëzit pa dituri, gjitha problemet. Për atë arsye, duhet njeriu para se që të flet, të mëson, të di, dhe të mos flet asgjë përveç asaj që e din. Përveç asaj që e ka të sigurt, jo me fol me hamendje, jo me fol me paragjykime. Prandaj shikoni, a jeni në njërin prej këtyre dy kategorive, se nëse nuk je, atëherë je i dështuar.